Shikues të Channel One, për shëndetje, po takohemi së bashku në emisionin Politika në një javë, ku gjatë këtyre minutave të transmetimit ju do të keni mundësi të ndiqni ngjarjet dhe zhvillimet kryesore politike të javës. E nisim me ditën e hënë, ku data shënoi 16 prill. Kryeministri i vendit Sali Berisha ka komentuar për herë të parë debate që shoqëruan votimin e antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Elvis Cefa, ku qëndrimin e opozitës e cilësoi si furtunë në një gotë uji. Gjithashtu të hënën Jemin Xhana ka folur pas mbledhjes rregullore së Kuvendit, ku theksoi se opozita këmbëngul në dy çështje të cilat kërkojnë ndryshim të kushtetutës. Për sa u përket zhvillimeve në parlament, unë i konsideroj ato nga më normalet. Për një post u paraqiten dy kandidatura dhe unë nuk kam gjë tjetër vetëm respekt për opozitën që paraqiti kandidaturën e vet. Natyrisht opozita ka të drejtat e taktikimeve të veta politike. Në parlament kërkoj që të mos vieshin firma në flet votimi, se kishte frikë se mos vieshin shenja dhe bishta. Për të shmangur çdo obsesion ndaj shenjave dhe bishtave, ju referuam butonit në votim të fshehtë. Dhe opozita taktikoi, mori vendimin e vet në këtë rast. Gjë e cila është krejt normale. Tërheqja nga kandidatura jote mund të bëhet në çdo kohë, në çdo formë. Ndaj dhe një zhurmë në gotë ujë, një fortunë në gotë ujë ishte ajo. Janë 10 amendamente për statusin e deputetit dhe janë 27 amendamente për rregulloren e Kuvendit. Janë dy çështje që janë adresuar nga opozita, e cila këmbgul, prekin çështje të interpretimit të dispozitave kushtetuese. Edhe ajo që ka të bëjë me votimin e dekreteve të presidentit, edhe ajo që ka të bëjë me fjalën e kryeministrit në seancën plenare. E konsideroj të mbyllur aktivitetin, përfundimisht aktivitetin e këtij grupi pune, nuk ka më çështje të tjera për të adresuar. Është çështje e dakordësisë pastaj të palëve për ta përcjellur në seancë plenare. Pretendimet e opozitës vazhdojnë të qëndrojnë në adresime, por janë pretendime të cilat nuk janë në përputhje me mandatin e këtij grupi. Do vijojmë aty me zhvillimet e ditës së martë, ku data shënoi 17 prill. Kryeministri i vendit Sali Berisha akuzoi presidentin e Republikës Bamir Topi se po shkel kushtetutën, ndërsa reagoi menjëherë presidenca duke i cilësuar akuzat e kryeministrit Berisha si të pabaza. Të tjera zhvillime politike të ditës së martë ishin takimi i trojkës së ambasadorëve me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama, projekti i linjës së interkoneksionit Shqipëri-Kosovë, ku kreu i opozitës akuzoi qeverinë se po mban peng këtë projekt. Reforma zgjedhore ishte gjithashtu teme politikës së ditës, si dhe zvendësimi i deputetës Rudina Seseri. Propozimi i presidentit të Republikës për nënkryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nga radhët e antarëve të propozuar nga gjyqësori është në shkelje të kushtetutës dhe ky vendim i fundit i presidentit ka sjellë akuzën e ashpër të kryeministrit Sali Berisha. Sipas kreut të ekzekutivit, presidenti po shkel rënd kushtetutën. Ekziston një përpjekje e re për të dhunuar kushtetutën e vendit nga presidenti i cili e mbyll mandatin duke regjistruar akte rekord në historinë e një demokracie
të dhunimit dhe të thyrjes së Kushtetutës. Në nenin 167 stipulon me qartësinë e kristalit se Këshilli i Lartë i Drejtësisë përbëhet nga 15 vetë, nga të cilët 9 janë detyrimisht gjykatës, të tjerët janë personalitete ex officio, resti zgjidhen nga parlamenti. Kushtetuta në frymën e saj thot se nga këta 9 gjykatës nuk mund të zgjedhish nën kryetari. Ndërkaq kryeministri shtoi se nuk ka një ngërç mes Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe qeverisë. Dhe procedurat e përcaktuara nga Kushtetuta dhe ligji, ata zodhen edhe këtë herë mjetet e presionit mediatik dhe verbal të shantazhit politik mbi institucionet e presidentit dhe antarëve të tjerë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, duke krijuar një precedent të rrezikshëm për rendin kushtetues në vend dhe për integritetin e institucioneve kushtetuese. Në deklaratat e zëdhënësve të kryeministrit dhe të vetë kryeministrit, pretendohet se presidenti ka shkelur Kushtetutën duke propozuar një gjyqtar në postin e zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Për çdo person me njohuri minimale juridike që merr mundimin të lexojë vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2006, të cituar në mënyrë spekulative në deklaratat të tyre sotme, do të ishte papranueshme shtrembrimi dhe keqpërdorimi i këtij vendimi në përmbushje të synimeve të tyre politike. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj ka rrezuar ndryshimet që ju bën ligjit organik në vitin 2005, sepse me këto ndryshime të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë ktheheshin në zyrtar me kohë të plotë. Qëllimisht, nga mazhoranca sotme nuk përmendet dispozitivi vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili në mënyrë konkrete ka shfuqizuar 5 nene të ndryshime në ligjin organik dhe ka lënë fuqi nenin 12, i cili në mënyrë të qartë shprehet se zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë mund të jetë edhe një nga gjyqtarët që janë antarë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por me kushtin që në momentin e zgjedhjes tij të jap dorëheqje nga detyra gjyqtarit praktik që praktikisht është ndjekur sot dhe është rastin konkret në KLD. Trojka ambasadorëve ka rifilluar takimet intensive për të përgatitur terrenin e qetë politik në mënyrë që të shmangën tensionet politike në një kohë vendimesh të rëndësishme siç janë debati për presidentin e ri, reforma parlamentare, reforma zgjedhore dhe ajo e drejtësisë. Pas disa ditësh atësarime me deklarata të ndërsjellta mes opozitës, mazhorancës dhe institucionit të presidencës, ambasadorët Ettore Sekuj, Eugen Wolfar dhe Aleksandr Arvizu ishin në selin e Partisë Socialiste. Pas takimit ishte ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që deklaroi shkurtimisht se kanë diskutuar për disa zhvillime. It was a real tour de horizon. We covered U diskutua për gjykatën e lartë, progresin e reformës zgjedhore, presidentin, nacionalizmin dhe gjithë çështjet e ditës. Ishte një takim i fryqëm. Mendoj se të gjithë ndajmë të njëjtat qëllime që është përmirësimi i qeverisjes. Personalisht do takoj kryeministrin Berisha nesër. Ai më ka ftuar për drejt para vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkombëtarët në këtë mënyrë po intensifikojnë qëndrimet mbi mënyrën se si duhet që palët të zhvillojnë debatin për reformat jetike për vendin dhe vendimtare për opinionin e ndërkombëtarëve për marrjen e statusit vendit kandidat në vjesht të këtij viti. Projekti i linjës me kapacitet 400 kV që financohet nga Gjermania ka mbetur peng i qeverisë shqiptare, madje pasi tender i shkryer dhe ka marrë edhe miratimin e bankës gjermane KFV. Por të ngre 3 pyetje publikisht për kryeministrin, pse është bllokuar për një viti ky projekt strategjik për Kosovën dhe për vetë Shqipërinë? Pse qeveria shqiptare dhe personalisht Sali Berisha nuk i kanë dhënë asnjë përgjigje financuesve për një viti? Pse qeveria shqiptare e ka parë të udhës të sillet në kundërshtim me çdo normë etike dhe ligjore në kushtet e një bashkëpunimi me një donator kaq të rëndësishëm, sa që është Gjermania, për një çështje
kaq të rëndësishme sa ç'është pavarësia energjetike e Kosovës. Është shumë e rëndësishme që kjo detyrë e Komisionit të Reformës Zgjedhore të trajtohet në parlament dhe për këtë mendoj se është bërë një punë e shkëlqyer. Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore është duke kontribuar, po ashtu edhe në nivel ekspertësh, dhe në një nga këto ditë do të kemi një vizitë të ekspertëve të OSBE Odirit. Kështu që jam i bindur se do të ketë progres. Ajo që është më e rëndësishme mes politikanëve dhe popullit është që të kemë besim mes njëri tjetrit. Këtë vepër planifikohet zgjedhja e Presidentit të Republikës. Është shumë e rëndësishme për zyrtarët e ardhshëm të ketë një proces dinjitos, pasi është koha për të kërkuar një kandidat të mirë. Është koha se si do të bëhet votimi në parlament, por edhe kushtetuta është shumë e qartë për këtë hap. Nuk ka kush dakord në parim me aktin, 6 miratohet. Po atëherë në Brëndi, sipas listës shumëmore që kanë depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mbas numrit 6 John Hill Bardi, vjen numri 7 Edison Perikli Konomi. Dhe do të vendosim të japim mandatin e deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit radhës në listën shumëmore të Partisë Socialiste Qarku Durrës, zoti Edison Perikli Konomi. Ka një diskutim? Nuk ka. Kush është dakord? 6 pro, miratohet. Mirë, mbyllet rendi ditës. Do të vijojmë te me ngjarjet kryesore të ditës së mërkurë, ku data shënoi 18 prill. Sërish ndërtimi i linjës së interkoneksionit Shqipëri-Kosovë ka qenë temë ditës, ku kreu socialist Edi Rama akuzoi kryeministrin Berisha se ka bllokuar qëllimisht projektin, ndërsa operatori i shpërndarjes së transmetimit është shprehur se nuk ka patur asnjë shkelje për sa i përket garës. Po të mërkurën, kryeministri Berisha ka folur për çështjen e energjisë në vend, ndërsa kreu i Partisë Socialiste akuzoi qeverin për modelin ekonomik. Le t'i ndjekim bashkë. Kryeministri foli për klithëm të mafjas, duke akuzuar de facto si zëdhënës të mafjas Bankën e Madhe KFV, gazetën kosovare Zëri, që ka publikuar fakte të bazuara në dokumentat e korespondencës zyrtare mes Bankës Gjermane dhe qeverisë shqiptare, e natyrisht edhe opozitën, nuk e di nëse tek mafia a i fut edhe partinë e koalicionit ti, që përmes ministrit saj ka mbajtur deri tash qëndrim të kundërt me kryeministrin, por kjo është një çështje që u takon ta zgjidhin me njëri tjetrin, se kush është me mafian dhe kush është me interesin kombëtar publik në këtë rast. Në emër të opozitës shqiptare, unë i bëj thirrje kryeministrit ta heq postbllokun e korrupsionit nga rruga e realizimit të këtij projekti strategjik dhe të mos e damkos me një tjetër vul antikombëtare turpi qeverinë e këtij vendi dhe vetë Shqipërinë, që ka interes strategjik për këtë projekt kaq të rëndësishëm. Fituese shpallet firma që jep ofertën më të urtë për parametër teknik të përofërt njëra nga tjetra. Me një shumë totale ku firma vendit parë ka ofruar 36 milion euro dhe firma vendit dytë ofron 27 milion euro, pra edhe sikur të tentojnë në një person me iniciativë personale të jap të drejtën firmës parë për të ndërtuar një projekt të tillë, askush nuk do merrte guximin, pasi do kishim një penalizim dhe një dëm financiar qoftë për ekonominë shqiptare, qoftë për taksapaguesin shqiptar në vlerën në rreth 10 milion eurove. Pra që është 1/3 e gjithë vlerës projektit. Pjekjet të stilit dhe të tipit më mafios për të bërë presion mbi fituesit e këtyre koncesioneve, duke përbaltur një proces të ndershëm, ishin kryeputë shprehje e interesave të pandershme të grupeve dhe rretheve të caktuara të akuzave që u faktur trillime dhe shpifje. Pasi doli se ato ishin tërësisht trillime, u nxor qendrimi i ri, i cili ishte anullimi i tyre. Me këto praktika, ata që ngrihen kundër zhvillimit të vendit tyre nuk vinë ndonjëherë në pushtet, sepse të deklarosh se do të anulloj 300
ndërtimin e 320 hidrocentraleve do thot të mbledhish të gjitha fuqit negative të natyrës dhe t'i derdhish kundër vendit tënd për të sterruar një proces jetik në të cilin asetet, pasurit shtrohen në vlera. Në muajin prill, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikoi një rritje 3.4%. Më pas, në muajin shtator, bazuar në të dhënat e realitetit, e uli në 2.5%. Më pas, ul në 2% si parashikim. Dhe ndërkohë, sot, në prill të vitit 2012, Fondi Monetar deklaron një rritje në fund vitit 0.5%. Ne besojmë që dhe ky parashikim do të ndesh në një realitet ekonomik dhe financiar ku do të vazhdojë të bjerë deri në fund vitit. Jemi rikthyer në studio për të vijuar me zhvillimet e ditës së njëjtë, ku data shënoi 19 prill. Seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë është shoqëruar me debate të ashpra mes deputetëve të mazhorancës dhe opozitës për antarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe linjën e interkoneksionit. Le të ndjekim bashkë. Votimi i shenjtës ishte prova gjenerale, por edhe dëshmia më e fortë se ju do të shkelni kushtetutën. Ne nuk do t'u lejojmë. Kemi në dorë çdo instrument për të ndaluar. Vota e fshet do të rikthehet në kuvend me çdo çmim. Pa të nuk do të ketë zgjedhje në kuvend. Nuk do të ketë as zgjedhje të presidentit. Qeveritë legjitime të çdo vendi demokratik zgjidhen me qetësi dhe unë ftoj opozitën që të provojë mocionin e mosbesimit sepse është e vetmja mënyrë që një qeveri legjitime të rrëzohet në parlament. Thatë, ne këtu në këtë salë nuk ju lejojmë që të zgjidhni presidentin e Republikës. Kjo është strategjia juaj. Kur humni, nuk pranoni votën. Kur shihni se s'keni vota, villni flet e votimit. Edhe këtu në salë, zoti Ruçi, siç i mort herën tjetër. E dini që ju nuk zgjedhni presidentin, sepse majoranca do zgjedhin presidentin dhe sot deklaroni se ne në këtë salë nuk do e lejojmë që të zgjedhim presidentin. Gaboheni përsëri. Për Shqipërinë, për shkak të mos ndërtimit të kësaj linje, për shkak të vonesës së kësaj linje, është 90 milion dollar në vit. Tu kemi një aferë të pastër e cila është në vazhdimsi të atyre që kanë ndodhur këto 20 vite me këtë kryeministër. Dhe mos kërkoni të gjeni shkaqe të tjera për të mbuluar një korrupsion që duhet ndaluar. Diferenca e dy garuzve është 21 milion euro, zotëri. Dhe ju 21 milion euro, zotin amik. Nuk e fut kot. Është 21 milion euro. Pasi kemi ndjekur zhvillimet e ditës së njëjtë, do të vijojmë tej me ditën e premte ku data shënoi 20 prill. Ish lideri i socialistëve dhe ish kryeministri Fatos Nano është takuar me kreun e Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta. Në fokus të takimit ka qenë zgjedhja e presidentit të ardhshëm dhe platforma e Fatos Nanos për këtë post. Ndërsa kryeministri Berisha ka deklaruar se mazhoranca do të paraqesë kandidaturën e saj për sa i përket presidentit të ri. Ndërsa presidenti Bamir Topi ka deklaruar se pas përfundimit të mandatit të tij do të merret me politikë. Agjendën drejt postit të presidentit të Republikës ish lideri socialist, ish kryeministri Fatos Nano e filloi me një takim për rreth 2 orë me kreun e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Metën. Nano shtoi se po intensifikohen mundësitë që ekzistojnë për të pasur një proces më konsensual në favor të interesave integruese të vendit, ndërsa lidhur me deklaratën e sotme të kryeministrit Berisha, ku shprehi qartazi se Partia Demokratike garon me kandidatin e saj, Nano tha se Berisha bën mirë që nuk sposton agjendën e shpallur për pastrimin e Shqipërisë nga ndotjet dhe unë jam pjesë e ndotjeve. Nisa turin e konsultave me përfaqësuesit e partive parlamentare. Ka një koincidencë signifikative që kjo gjë nisi me zotin Meta si drejtues i një nga partive që ka integrimin prioritar në programin e saj, me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dhe sigurisht jemi duke identifikuar me shumë pjekuri dhe qetësi
mundësitë që ekzistojnë për të ndërtuar së bashku një proces sa më konsensual të mundshëm, që do të ishte në përputhje edhe me vlerësimet që unë kam me agendën aktuale të integrimit evropian të Shqipërisë, me përmbajtjen dhe simbolikën e 100 vjetorit pavarësisë vendit, dhe me nevojën e mirë kuptuar edhe me zotin Meta që një politikë më e arsyetuar, më konsensuale në raport me objektivet kombëtare të integrimit, të shërbej realizimit të tyre prioritar. Unë besoj se kryeministri bën mirë që nuk sposton agendën e shpallur edhe për pastrimin e Shqipërisë nga ndotjet. Dhe më sa kuptova, unë nuk bëj pjesë në ndotjet që kanë krijuar probleme për Shqipërinë. Kur do jetë takim? Me? Shpresoj në fillim të javës. Po me zotin Berisha? Keni pasur takim? Të gjitha janë të njëkohshme dhe mos kërkoni unë të fiksoj prioritetet sepse respektoj agjendat e drejtuesve. Ndërsa kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim i Lirë Meta vlerësoi rolin e Nano si politikan ndër vite në zgjidhjen e ngërçeve të shumta politike, duke vlerësuar kontributin që mund t'i jap Nano në integrimin e vendit. Meta nuk pohoi, por as mohoi mbështetjen për kandidaturën e tij në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Ndër të tjera, Meta vuri theksin në faktin se zgjedhja e presidentit duhet të jetë proces që duhet të faktorizojë Shqipërinë, jo palët politike. Unë vlerësoj mesazhet e tij konstruktive në atë parë për të shërbyer një proces pozitiv dhe shtensionues, dhe pavarësisht nga diagrama e raporteve mia me zotin Nano në të kaluarën, duhet të vlerësojmë që është politikan me eksperiencë, i cili ka dhënë kontribute për të shërbyer shtensionime politike në momente serioze. Duhet të kemi parasysh se më e rëndësishme se sa emri i presidentit është procesi, është klima politike, e cila e theksoi ka nevojë të detoksikohet. Ne nuk jemi këtu për të shprehur votën tonë, sepse ende nuk ka nisur ky proces, ende është herët, pra do duhen edhe disa javë për të jepur dësia do ketë qëndrimet e saj, të forumeve të saj. Takimi Nano Meta do të pasojë me 2 takime të niveleve të larta, atë me zotit Nano dhe kryeministrit Sali Berisha dhe kreun e socialistëve Edi Rama. Presidenti i ardhshëm do të jetë një nga figurat më të njohura të Partisë Demokratike. Kështu ka deklaruar nga Bashkia e Kamzës kryeministri Sali Berisha, i pyetur nga gazetarët për kandidaturën e Nano si president. Kreu i ekzekutivit shqiptar është treguar i rezervuar duke u shprehur se kandidati do të jetë një nga personalitetet e Partisë Demokratike. Kjo do thotë që ne kemi kandidatin Edhe në konferencën për shtyp të 2 ditëve më parë, kryeministri Berisha ka deklaruar se presidenti i ardhshëm do të dalë nga radhët e Partisë Demokratike, duke mos përjashtuar edhe konsultimet me opozitën. Ndërkaq ish kryeministri socialist Fatostano mbrëmjen e kaluar i ftuar në një emision televiziv, ka shprehur sërish ambicien e tij për të qenë kreu i ri i shtetit. Kryeministri Berisha ju bashkua aktiviteteve të komunitetit të Bashkisë së Kamzës në ditën e Shqipërisë së pastër. Fillimisht kryeministri inspektoi rehabilitimin në një terren dikur tepër problematik, e kthyer në vend grumbullimin e mbetjeve urbane. Edhe këtë periudhë që ka mbetur një periudhë impenjimi të përditshëm për të mbuluar atë pozicion që është shumë i rëndësishëm. Mbas përfundimit, natyrisht jemi në një botë të lirë, ku njeriu ka opsione të ndryshme, dhe natyrisht opsionet janë qoftë në botën akademike, qoftë në politikë, por me sa duket, unë e kam thënë, me sa duket tashmë inercia për të marrë me politikë ndoshta është më atraktive, ende nuk ka një përgjigje definitive, por probabiliteti më i madh është ky në këtë linjë. Kemi mbërritur kështu tek zhvillimet politike të ditës së shtunë, ku data shënoi 21 prill. Opozita ka reaguar pas dorëheqjes së gjyqtarit Petrit Ploqi, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim Luan Rama deklaroi se kjo forcë politike vazhdon të jap kontributin e saj në plotësimin e kushteve të kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Gjykata kushtetuese është vënë në sirenë alarmi ku me të drejtë mund të cilësohet një institucion i paligjshëm. Kështu ka deklaruar sekretari për koordinim në Partinë Socialiste Fatmir Gjafaj në një dalje të tij për shtyp. Ndërka që i ka përshëndetur aktin e dorëheqjes së antarit të gjykatës kushtetuese Petrit Ploqi duke e vlerësuar figurën e tij për ndershmërinë dhe integritetin profesional. Në respekt të standardeve të vendosura po nga ajo vetë, ndër vite, sot mund konsiderohet pa frikë gjykatë e palishme, është pjesë dhe zgjatim i qëndrimeve antikushtetuese të mbajtura nga kryetare e kuvendit për mosshqyrtimin e dekreteve presidenciale dhe kthimin e paprecedent administrativisht të tyre me një synim të vetëm. Mbajtjen e 3 vendeve bosh për t'i dekretuar me presidentin e ri produkt të kësaj mazhorance me qëllim ruajtjen e kontrollit politik të qeverisë mbi vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Kjo që po ndodh sot me gjykatën kushtetuese është një skenar ogurzi që synon të nxjerrë jashtë funksionimit të saj gjykatën kushtetuese dhe të delegjitimoj pakicën parlamentare nga roli që asaj ka caktuar vetë kushtetuta si sfiduese e vullnetit të vesuar të mazhorancës. Në këtë mënyrë, po cënohet drejt për së drejti kushtetuta e vendit, me qëllim zhdukjen e kontrollit kushtetues mbi qeverinë dhe mazhorancën e Sali Berishës. Antari i gjykatës kushtetuese Petrit Ploqi i dorëzoi dje dorëheqjen e tij me shkrim kryetarit të kësaj gjykate dhe presidentit të Republikës. Në dorëheqjen e tij, Ploqi shprehet kundër zgjatjes së mandatit të tij. Ploqi ka qenë një prej antarëve të kushtetuesës që doli kundër vendimit të mazhorancës e emërimeve të reja për në gjykatë që duhet të bëhen në 2013 për të respektuar rotacionin antarëve të saj. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është pjesë e mazhorancës vetëm për të garantuar numrat që të ekzistojë apo të krijohet qeveria e mazhorancës. Ne jemi pjesë e rëndësishme e të gjitha proceseve dhe reformave që lidhen me plotësimin e 12 kushteve që janë të domosdoshme të përmbushen në kuadër të procesit të integrimit evropian të vendit, që japin votuesit dhe qytetarët shqiptar për shkak të qenit e faktorizuar prej votës së qytetarëve shqiptar, është sot forca përcaktuese e mazhorancës. Është forca përcaktuese e pushtetit dhe këtë përgjegjësi, këtë atribut që ne kemi marrë për shkak të votës së qytetarëve, nuk e kemi shpërdoruar, por e kemi administruar me shumë seriozitet dhe me shumë përgjegjësi që vendi të ecte me ritmet që meritonte. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu minutazhin e emisionit Politika në një javë. Bashkë me mua Blerina do takohemi sërish javën tjetër. Faleminderit që qëndruat me ne gjatë këtyre minutave. Bashkë mirupafshim.